Mund të kenë kaluar edhe 20 vjet që kur e shikonim këtë serialin, edhe siç më keni parë në të shumë videot kur gatuaj unë, e kam shoqërinë ime, domethënë vë televizorin, të lozi serialin, kuptohet që të gjitha këto episodet i di përmendësh, se çfarë bëhet, edhe fjalët akoma i kam mësuar përmendësh, po më pëlqen shumë. Edhe kështu gatuaj unë, është si ta them terapia ime. Tani që thoni o njerëz të dashur dhe të bukur, sot po përgatit psi me oris me mish viçi. Edhe si e përgatit, në fillim do skuq mishin një herë, t'i ikin ujërat e shumta, pastaj do t'i hedh qepën, karotën, specat, mund t'i hedhni çfarë të doni juve. Dihet që duhet ta ziej mishin në tenxherën e presionit në fillim, i hodha dhe ujë aty që të ziej. Unë e bëj me sy, orizi e ka gjithmonë 1-2, po okay, tani ja kam marrë dorën dhe e bëj me sy. Aromat. Këto erzat ishin tamerik, piper të zi edhe kripë. Më keni mësuar tani nuk hedh gjë tjetër, këto janë më shumë që përdor. Mund të përdor rigonin, marall, paprika, po këto janë zakonisht në gjellërat që hedh unë. Jemi mësuar me këto shije tani. Edhe pasi u zie mishi, do ta vendosim në tepsi bashkë me lëngun, do ta hedhim, do ta vendosim në furrë për 180 gradë. Tani do ta shikoni derisa të ziej orizi, se mishi është i zier vetëm që të marrë atë faqen e kuqe një çik nga lartë, edhe delo njerëz një gatim fantastik.